Të nderuar shikues, u rikthyem në studio me personalitetet e ditës dhe temën për të cilën sot do të flasim. Në fakt, sot do të ndalemi në një tjetër aktualitet që ka të bëjë me përditshmërinë tonë. Do flasim për iniciativën Zero, që në fakt është një iniciativë e krijuar nga shumë të ri, të cilët ngrejnë zërin për padrejtësitë që bëhen në vendin tonë përmes aktiviteteve të ndryshme, protestave, siç është protesta që u realizua dje pra më 24 mars. Gjithashtu për të parandaluar ndoshta tragjeditë e radhës, siç kanë qenë tragjedia në spitalin modular në Tetov, në Struma, në Llaskars dhe së fundmi tragjedia në Koçan. Ne kemi dy përfaqësues të kësaj iniciative sot të ftuar në emisionin ton, me cilët do të flasim pikërisht pra më në detaje në lidhje me këtë temë. Ndërsa që të prezantoj përpara jush Oltë Rexhepi, përshëndetje, mirë se erdhët. Përshëndetje për të gjithë teleshikuesit, ju falenderojmë për ftesën të cilën na bët dhe na vjen mjaft mirë që juve si televizion po na përkrahni për iniciativën tonë siç e kemi planifikuar. Faleminderit që na keni nderuar. Dhe Amra Osmani, përshëndetje Amra, mirë se erdhe. Përshëndetje, faleminderit për ftesën. Atëherë dua t'ju falenderoj televizionit Koha, si dhe juve për përkrahjen e iniciativave dhe të rinjve tanë, po ashtu një përshëndetje shumë e madhe për përfaqësuesit e tjerë të iniciativës Zero. Faleminderit shumë që na keni nderuar. Atëherë të fillojmë të flasim pak në lidhje me atë, Oltë, se kush është iniciativa Zero, çfarë përfaqëson fjala Zero dhe cilat janë qëllime që ju si iniciativë ja keni vendosur vetvetes. Patjetër, sigurisht. Iniciativa Zero si fillim ka filluar si një diçka mjaft e vogël dhe pretendon që të rritet dita ditës dhe të rritet domethënë në aktivitetet e saj protestuese. Atëherë ky emër Zero përfaqëson gjithçka të cilën sot neve po na ndodh si një shtet demokratik i cili shquhemi. Atëherë çfarë dua të them me këtë? Zero, sistemi jon po shumëzon gjithçka me zero. Çfarë do lloj veprimi që po ndërmarrin ata është një zero, sepse 000 gjithçka ka dështuar deri në zero. Sigurisht ne ndjejmë revoltë mjaft të madhe për shkak se ata po numrojnë para kurse ne po numrojmë viktima dita ditës. Kështu që kjo vjen një revoltë jashtëzakonisht e madhe nga të gjithë të rinjtë e Tetovës, po jo vetëm të rinjtë e Tetovës, por të gjithë të rinjtë apo të gjithë qytetarët e Maqedonisë së Veriut, ku ata po humbin viktima për shkaqe të cilat po ndodhin shkaku i korrupsionit, shkaku i tragjeditë të ndryshme ndodhin si gjithmonë nga korrupsioni i cili është prezent dita ditës dhe organet kompetente nuk po reagojnë në mënyrën e duhur, por të njëjtën kohë nuk po reagojnë në kohën e duhur. Kështu që ne nuk besoj se nuk do të ndalojmë me kaq, shkaku është që të mbrojmë drejtësinë e këtij vendi si qytetar, e kemi obligim dhe duhet sa më shumë kontribut për gjëra të tilla. Pastaj si gjithmonë çdo kush që do e përkrah drejtësinë, ata të cilët duan ta përkrahin drejtësinë dhe të kenë drejtësinë në këtë vend, sigurisht që do e përkrahin këtë iniciativë dhe nuk kam as pak dyshim. Oltë, cili ishte qëllimi që u formua kjo iniciativë? Për çfarë qëllimi vendoset që të formoni një iniciativë të tillë? Sigurisht. Atëherë qëllimi i kësaj iniciative është domethënë që të ndalohen disa gjëra të cilat na kanë ndodhur neve. Siç neve kemi disa kërkesa për spitalin modular, i cili domethënë nuk po dënohen njerëzit kompetent. Kemi po ashtu edhe raste të tjera sigurisht kërkojmë edhe që të hetohen nga jashtë rasti i Koçanit i cili na ndodhi këto ditë dhe ka qenë një ndër tragjeditë më të mëdha që ne ka ndodhur në shtetin tonë të Republikës së Maqedonisë së Veriut. Sigurisht pastaj kemi edhe rastin e Llaskarsës. Kemi viktima të shumta të cilat po shtohen dhe mendoj se kjo iniciativë ka për dëshirë që këto të ndalohet korrupsioni i cili po i shkakton të gjitha këto pasoja që pastaj ne po i vuajmë. Amra, çfarë mund të na flasësh ti pak në lidhje me iniciativën Zero, cili ishte qëllimi yt që u bëre pjesë e kësaj iniciative? Po, atëherë qëllimi i iniciativës, siç e përmendi edhe Olti, ishte se ne donim të tregojmë se ne nuk do të heshtim dhe se drejtësia herët apo vonë duhet të vijë në vend. Qëllimi im ishte se pëlqejti shumë tematika edhe më pëlqejti jashtë se ato qëllimet edhe pikpamjet që i kishin përfaqësuesit e tjerë në grup dhe vendosa ta pranoj ftesën me kënaqësi dhe tani ja ku jem. Pjesë e kësaj iniciative. Të flasim Oltë pak për protestën e ditës së djeshme. Si u organizua kjo protestë dhe sa jeni të kënaqur nga ajo që ju realizuat dje? Sigurisht ne duhet të kuptojmë faktin se çdo fillim ka vështirësitë e veta,
dhe njerëzit ende nuk mund të binden se kjo iniciativë është komplet zero jashtë partive politike. Nuk ka të bëjë me asnjë intonacion politik, i cili nuk mbron asnjë interes politik, kjo thjesht i mbron të drejtat e të gjithë qytetarëve të mundshëm. Luftojmë faktikisht për të drejtat e të gjithëve, të jemi të barabartë. Sigurisht, atëre Kishi disa simbolika përmes kësaj proteste? Po, sigurisht, ne kishim domethënë simbolika e cila tregoni se si shteti jon po korruptohet dita ditës, ku i themi slogani jon kryesor ishte qytetarët digjen kurse shteti krihet. Besoj se të gjithë mund ta kuptojnë se çfarë rëndësie të madhe ka kjo fjalë. Fjala domethënë na inicion me atë se gjithçka po shkon ka e prapa kurse shteti thjesht po rrin me duar kryq. Po merren disa iniciativa nga pjesa shtetërore apo të themi pjesa të cilët janë në funksion e lartë, por mendoj se këto nuk janë të mjaftueshme, derisa korrupsioni të ndalet dhe sipas neve të plotësohen kërkesat të cilat ne i kemi në këtë iniciativë. Po. Por sa ndjeni Amra ju të nevojshme që si nxënës të shkollave të mesme të ngrini zërin për padrejtësi të ndryshme që ndodhin në vendin tonë? Sa pra nxënësit, po edhe studentët janë të rëndësishëm në këto vendimarrje? Duke ma parasysh atë thënien e ardhmëria i futakon të rinjve, patjetër që është një pjesë shumë e rëndësishme këto nxënësit të shkollave të mesme dhe studentët. Mendoj se po të bëhemi bashkë mund të gjejmë një ndryshim në këtë vendin tonë. Po, atëherë Olt, po të njëjtën pyetje, domethënë sa ju si nxënës mendoni që jeni të rëndësishëm apo edhe si student si të ri, jeni të rëndësishëm për të bërë ndryshime në vend në të mirë të shoqërisë? Atëherë, unë do e filloja me këtë fjali ku zakonisht luftëtari më i fortë ai është i cili nuk ka të humbë asgjë. Nxënësit duhet të jenë të parët, studentët duhet të jenë të parët aty, jo sepse nuk kanë asgjë të humbin, por për faktin se ata janë, ne jemi faktikisht zëri më i fuqishëm i këtij shteti. Jo vetëm në këtë shtet, por në secilin shtet. Duhet ta kuptojmë se çfarë fuqie ka bashkimi i studentëve, i nxënësve, të rinjve të cilët domethënë duan ndryshimin në këtë periudhë, siç është iniciativa zero, unë i thëras të gjithë ata të cilët mendojnë se drejtësia duhet të zërë vend, korrupsioni të zhduket në mënyrë absolute dhe të kemi sa më shumë sukses në situatat të cilat na rrethojnë dita ditës, atëherë le t'i bashkangjiten të gjithë iniciativës zero, për shkak që se qëllimi jonë është mjaft i pastër dhe mjaft konstruktiv ndaj asaj se çfarë kërkojmë ne. A kishin në fakt ju tentime për t'ju friksuar, për t'ju penguar për këtë protest? Sepse kishi paralajmëruar më herët. Bile kishi aktivitet edhe pak më herët përpara gjykatës. Sigurisht, po kemi pasur aktivitetin e parë i cili ka qenë paralajmërimi. Kërcënime direkte nuk kemi pasur, sigurisht ka mund të ketë kritika të shumta nga njerëz të cilët bëjnë kritika sepse nuk kanë çfarë të bëjnë gjatë ditës. Është diçka e kuptueshme dhe mendoj se askush nuk duhet ndikohet nga kjo. Sepse derisa ne e dim se qëllimi jonë është i pastër, mendoj se askush nuk mund të na ndalë deri në atë pikë. Përse zgjodhet pikërisht këto tragjedi, sidomos këtë të fundit, për ta denoncuar? Dhe të jenë këto arsye për që ju ta ngrini zërin si të ri? Sigurisht kjo vetëm e ka forcuar arsyen, vetëm se e ka forcuar për shkak se çdo jetë është e vlefshme. Do thënë sikur edhe vetëm edhe një jetë të humbet, gjithë shteti duhet të ngrihet në këmbë, e lemo gjithë ato jetë që na kanë humbur neve ndër këto vite. Vetëm se janë shtuar rastet e tragjedisë. Kjo është diçka e cila nuk mund të pranohet në asnjë shtet të mundshëm. E nuk duhet ta pranojmë as ne, sepse nëse heshtim neve, atëherë i vije se ne po pajtohemi me atë çka po ndodh me sistemin tonë. Atëherë kemi probleme bazike. Kemi probleme të cilat nuk e di si do rregullohen. Nëse ne nuk ngrejmë zërin, nëse ne po heshtim, atëherë po i bashkojmë edhe ne krimit. Prandaj të rinjët janë pjesa më vitale e shoqërisë dhe revolucionet në shoqëri të ndryshme janë bërë pikërisht nga këta të rinj, në këtë rast që jeni ju nxënësit e shkollave të mesme. Por megjithatë, a mendoni që këto protesta duhet të bëhen vetëm nga të rinjët, nga nxënësit, nga studentët, apo duhet të përkrahen edhe nga masa, për shembull nga të rriturit? Unë mendoj se përveç nxënësve të shkollave të mesme dhe studentëve, unë mendoj se këto protesta ose këto iniciativa duhet të përkrahen edhe nga më të rriturit,
Të gjithë shoqëria. Po, Për ta luftuar ndoshta të keqen edhe për të dalë në pa e mira e shoqërisë tonë. Përpara se të kalojmë të flasim edhe për tema të tjera që ndërlidhen me iniciativën, do të ndalemi edhe pak tek protesta. Unë uroj që regjia ta ketë gati tani një material të cilin e kemi xhiruar gjatë ditës së djeshme të protestës dhe aktivitetit të djeshëm të cilin ju e keni realizuar në qytetin e Tetovës, të cilën ftoj regjin që ta ndjekim për të parë dhe nga afër se si ka vjuar kjo protestë. A mendoni që do të ketë drejtësi për krejt këto që ndodhen kohëve të fundit, spitalin, autobusin edhe klubin në Koçan? Asnjëherë nuk ka pas dhe nuk do të ketë. Ma shkurt. S'ka shpresa? Ja. Me këta, ja. Ndoshta vinë të rit edhe ndë përmisojnë diçka, ndoshta me këta, ja. S'ka drejtësi. A s'ka shpresë? Asnjëherë. Që të shkupu nga që shtonë kur s'ka. Shpresojmë, Si shifni? por si e shoh në këtu në protest pjesëmarrja shumë e ullët. Unë e vi prej Gurbeti, tash ku marrë në pushim këtu për Ramazan, unë ku më dalë edhe pse nuk duhet dalë, shembull, se kjo atje, edhe këto vendalit tu si e shoh pjesëmarrja shumë e dobët. Edhe jam i zhgënjur. Po si shifni shtetin e Maqedonisë, a mendoni që njëherë do të ketë... Unë mendoj edhe kam pas çdo herë në mendje, Maqedonia duhet të bëhet protektorat. Për ndryshe këtu tjetër zgjedhje besoj unë nuk ka. modular nga desatran, nga Durmotur dhe tash në Koçan. 1 minutë heshe.
Të nderuar qytetarë dhe media, për fat të keq kemi ardhur përsëri në vendin e njëjtë të kërkojmë drejtësi, e cila nuk po vjen. Kaluan vite, por askush nuk u dënua. A duhet të ndodhë tragjedia në Koçan që të bindeni se ky sistem ka dështuar? Po ky sistemi njëjtë vrau 14 familjarët tonë në spitalin modular. E askush më mirë se ne nuk e din si ndjehen familjarët e viktimave në Koçan, që humbën me më të dashurit e tyre. Ato u dogjën kurse neve vazhdon të na djeg shpirti çdo ditë se bindemi që të gjitha këto tragjedi nuk janë rastësi. 4 tragjeditë e fundit kanë një të përbashkët, korrupsionin që i vrau gjithë. Pijes publikisht Venko Filipçën. Sa kushton jeta e vllaut dhe babait tim? Pijes publikisht Koço Angjushev. Sa miliona profit kushtojnë 14 familjarët tanë që u dogjën të gjallë? Zotri Mickovski, ju dolet dhe premtuat që rastin do të fillonin nga fillimi për gjitha rastet që janë djegur. Viktimat në Koçan i vrau mos ndëshkimi i rasteve paraprake, viktimat në Koçan dhe spitalin modular i dogji korrupsioni. Mirë po të rasti jonë askush nuk u dënua. 0 paraburgime, 0 dënime. Sot të dashurit tonë nuk mund t'i ktheni, por ne kërkojmë drejtësi jo selektive. A ka dështim dhe turp më të madh për një shtet që aspiron vlera perëndimore kurse sistemin e ka të qelbur gjithandej? Shkoi Oveski, erdhi Koçevski. Kërkojmë urgjentisht nga Prokuroria Publike Shtetërore Lupço Koçevski nga Tetova të nis hetimi dhe të dënohen fajtorët e vërtet. Ata që shëtitin në për Dubai, jo rasti të zvaritet pa epilog, siç po ndodh në gjykatën e Titovës. Ngushëllime për gjithë viktimat. Ju faleminderit. Kjo është një bilans i frikshëm i cili po i prek vetëm njerëzit të cilët kanë gjenja. Dhe kjo shifër e keqe asesi nuk po i prek ata të cilët nuk po i prek dot as ligji. Durmoturs, Spitali Modular, Besa Trans dhe së fundmi Puls Koçani janë ajo që qeveria e tanishme dhe para tyre i kanë servuar popullit të Republikës së Maqedonisë së Veriut. Askund në botë, vrasësit nuk lëvizin të lirë ashtu siç lëvizin tek ne. Absurditet kush po na udhëheq. Para zgjedhjeve dhe para marrjes së pushtetit, të gjithë shtireni engjuj, ndërsa më pas jeni gjaj të cilët orkestroni ferit. Ju jeni njerëz të cilët Zot e keni paran, ndërsa praktika juaj fetare dhe morale është korrupsioni, me të cilin na e dogjet shpirtin qindra familjarëve dhe miliona banorëve të këtij shteti. Jeni njerëz të cilëve jeta e kriminalëve të gjallë ju peshon më shumë se jetët e shuara të njerëzve të pafajshëm. Jeni njerëz të cilin shpëtimin e kriminalëve të gjallë dhe shpëtimin e tyre nga burgu dhe përgjegjësia e keni më shumë të ju peshon më shumë se sa ngushëllimi që do jepnit familjarëve dhe popullit të Maqedonisë duke i dënuar po të njëjtit me dënimet e duhura, edhe pse për ta asnjë dënim nuk është i mjaftueshëm. Për fat të keq, nga tragjedia në tragjedi ne kemi vetëm një progres. Progresi vetëm është numri i viktimave i cili vazhdon dhe rritet. Gjithçka tjetër është regres. I panderuar kryeministër, nga hëna duket shumë qartë sepse ju po nxjerrni mllefin dhe egon tuaj politike ndaj kundërshtarëve tuaj dhe këtë e bëni për 2 arsye. E para për të hequr fajin nga ju dhe t'u hedhni tyre, dhe e dyta për të shpëtuar vetveten. Ndoshta ju do shpëtoni, si shpëtuhan edhe ata para jush. Mirë po ju shumë mirë dini atë çka ndjeni brenda. Ju atë nuk mund ta fshehni. Juve ju dalin në ëndër viktimat. Juve ju dalin në ëndër familjarët e viktimave. Po ju kurse të zgjoheni nga gjumi dhe të ndërhiqeni bashkë me orkestruesit e tragjedive dhe t'i dilni ballë gjykimit e jo të luani rolin e gjyqtarit.
për fat të keq, duke mësuar nga rastet e kaluara, frigohemi se edhe ky rast do të përfundoj si rastet e tjera, ku fajtorët shpallen të vdekurit dhe më të doptit, e asesi të fortit tuaj apo ju. Por një gjë është shumë e sigurt, se një ditë do dalim të gjithë para Zotit, dhe atëherë nuk do t'ju shpëton korupcioni dhe llogaria do të hipet. Kjo është një shkatrim moral dhe funksional i shtetit, ndërtuar mbi korupcion dhe pandëshkueshmëri. Dhe për këtë ne nuk do të heshtim. Zero heshtje dhe tolerancë kundër zinxhirit vrasës të padrejtësisë. Korupcioni, paaftësia dhe neglizhenca politike janë pengesat kryesore që minojnë besimin e qytetarëve, pengojnë zhvillimin e shoqërisë dhe dëmtojnë themelet e një shteti ligjor e të drejtë. Dhe më shumë se kur sot kemi nevojë për zbardhje të rasteve, ndëshkim të fajtorëve dhe vendosjen e drejtësisë për të parandaluar përsëritjen e veprimeve që po na vrasin. Ne duam institucione përgjithëse e funksionale. Ne duam drejtësi pa dallavere, drejtësi që fajtorët i kanë në burg e jo në pozita shtetërore. Ne duam drejtësi që nuk blehet e që nuk shitet. Drejtësi ku askush nuk është mbi ligjin dhe ligjin që është mbi pushtetin. Ne duam drejtësi për gjithë dhe një shtet me zero tolerancë për të padrejtën. Sot më shumë se kur është nevoja për pastrim dhe ristartim të sistemit. Është koha për zero tolerancë ndaj korrupsionit dhe krimit të organizuar nga autoritarët e qeverisë dhe nga sundimtarët e gjykatësve. Sepse gjithçka duhet të fillojë nga zero. Andaj kërkojmë që për spitalin modular, Prokuria për ndjekje të krimit dhe korrupsionit të nxjerrë nga sirtari hetimin për shkaktarin e djegjes së spitalit modular dhe të ngritet aktakus për fajtorët kryesor në këtë rast. Njëkohësisht kërkojmë krijimin e një ekipi të pavarur që do të hetojë të gjithë ata që kanë zvaritur këtë lëndë qëllimisht. Përfshirë këtu edhe prokurorët publik. Gjykimi aktual për këtë lëndë të zhvillohet pa ndikim politik e biznesor të oligarkëve. Për rastin në Koçan kërkojmë hetim të pavarur dhe përfshirje të ekspertëve të jashtëm për të garantuar hetim të paanshëm për këtë rast. Të nxjerrin para drejtësisë të gjithë ata që me veprim ose mos veprim kanë lejuar funksionimin e kundërligjshëm të diskotekës Puls nga viti 2013. Për Llashkarsën kërkojmë që gjykata e apelit të kthej lëndën në rigjykim dhe të i merr parasysh ankesat e prokurorisë publike për dënime më të larta për të akuzuarit, ndërsa pronarëve të Durrës të ju ndalohet ushtrimit i kësaj veprimtarie. Për post të akuzuarve aktual, para drejtësisë të dalin edhe të gjithë personat zyrtar që në atë kohë kanë lejuar qarkullimin e këtyre autobusëve pa i kryer kontrole teknike. Për Besa Trans, kërkojmë që gjykata penale të shqiptojë dënime më të larta për të akuzuarit aktual në këtë rast, pasi lënda është kthyer në rigjykim. Për post kësaj, kërkojmë që para drejtësisë të dalin të gjithë zyrtarët publik që aso kohë kanë lejuar që autobusi mbi 20 herë të kaloj kufirin e maqenisë së Veriut me certifikat të rreshme për transport ndërkombëtar, ndërsa pronarit të ndalohet ushtrimi i veprimtarisë për transport të udhëtarëve. Faleminderit. Nije sakame odgovorni funkcionalni instituciji. Sakame pravda što ne se kupova i ne se prodava. Pravda kada niko ne je nad zakonot i zakon što je nad... Za Besa Trans od kritičniju sud da izreće
Të nderuar, u rikthyem në studio, pra kemi ndjekur kështu disa pamje apo material nga dita e djeshme, protestës të organizuar nga iniciativa Zero, me që rast ne kemi nderin që në studion tonë, pra të kemi dy përfaqësues nga kjo iniciativë, Amrën dhe Oltin, për të folur në lidhje me këtë proteste, në lidhje me iniciativën Zero. Azera Amra, si e komentoni edhe njëherë ju protestën e ditës së djeshme nga pamje që pa? Po, fillimisht neve pak e patëm atë zhgënimi nga koha e keqe, edhe menduam se nuk do ketë shumë pjesëmarrës në protest, por pasi pam se u mblodhe një shumicë, edhe menduam se si protest e parë doli si e suksesshme. Po. Olti, në lidhje me protestën e ditës së djeshme, do me thonë, ajo nga pamje që ne pam, nga materiali që pam, ishte një protestë organizuar nga sheshi, apo? Sigurisht, protesta ka filluar nga sheshi Iliria, ne kemi pritur aty njerëzit, kemi bërë organizimin i cili kemi menduar se do të jetë i mirë, kemi bërë sinkronizimin tonë se ku, si dhe si do gjendemi, por mendoj se pjesëmarrja e njerëzve ka qenë mjaft e mirë për herë të parë, diçka se duhet ta dimë thelbi kryesor i kësaj proteste është edhe vetdia qytetare, pikë pari. Të them drejtën, unë gjej rastin po ashtu njëkohësisht të falenderoj një mikun tim i cili tani më është bërë edhe familje, është Armen Demiri, i cili është një doktor stomatolog, ku gjesti i tij ditën e protest më ka lënë diçka, do të thënë, të kuptoj se ende kemi njerëz të cilët të duan drejtësinë në këtë vend. Ka qenë fakti është një njerëz i cili sigurisht një dentist mjaft i respektuar në punën e tij dhe të njëjtën kohë gjeti kohën, ndajti kohën nga puna e tij, nga përditshmëria e tij, nga prioritetet e tij dhe erdhi tek protesta. Ka nevojë për njerëz të tillë të cilët mundet ta çojnë iniciativën deri në nivele më të larta se ç'është pretendojmë ne. Po, Olta, ajo që më ra në sy ishin edhe pankartat në gjuhën maqedonase. Do të thotë kjo që ka pasur edhe maqedonas të cilët kanë protestuar? Sigurisht, në këto tragjedi ne duhet të jemi të bashkuar, për shkak se po luftojmë për të drejtat e shtetit të njëjtë ku jetojmë. Po themi për këto tragjedi të cilat po na ndodhin neve. Dhe mendoj se nuk duhet të ketë diskriminime të tilla, për shkak se duhet të bashkohemi të luftojmë për drejtësinë. Kemi pasur edhe pjesëtar të cilët kanë qenë nga pala maqedonase dhe sigurisht shpresojmë që ende të shtohet numri nga të dyja palët. Amra, sa jemi përgjegjës ne të gjithë si qytetar për tragjeditë që po ndodhin, pra karshi këtyre tragjedive, sa jemi të gjithë ne si qytetar përgjegjës? Unë mendoj se nuk e kemi atë vetdijen e duhur, si për shembull pjesëmarrja në protesta, mund të ishte edhe një numër më shumë pjesëmarrësve, por shkaku se ne ndoshta kemi pak atë frikën ende për të bashkangjitur turmës, mendoj se kjo duhet të rregullohet këtu në qytetin tonë, që me rëndësi që në të ardhmen në protestë shtohen edhe më shumë qytetarë tjerë. Po do të thonë keni në plan edhe të vazhdoni me këto aktivitete, me këto protesta? Patjetër që po. Olti, do të vazhdoni në këtë drejtim derisa të arrihet drejtësia në vend apo? Patjetër, sigurisht nuk është qëllimi që të ndalemi në një pikë sapo të themi në gjuhën tonë popullore sapo të ngrem pluhën. Nuk është qëllimi i kësaj. Qëllimi është që të shkojmë dhe të realizojmë qëllimin e cila ka iniciativa Zero. Po. Në anën tjetër ka dhe sigurisht dhe ju keni edhe shumë zëra që thonë se ky vend nuk bëhet, nuk ja vlen që të ngrisni zërin në këtë vend e kështu me radhë. Çfarë do ju kishi thënë ju atyre? Sigurisht e kuptoj dëshpërimin e gjithë secilit, i cili ka jetuar në këtë shtet, por i them që të besojnë sepse rinia është diçka më ndryshe dhe do sjell diçka të cilën ata vetë do duhet ta përkrajnë dhe do e përkrajnë me gjithë zemër që të mundet të kemi sukses në pjesët e tjera të vazhdimit të një shteti sa më të mirë. Mendoj unë dhe sa më të mirë për të jetuar. Por mendoj që ata duhet të mbajnë besimin në vend, derisa ka pasur njerëz të cilët kanë dalur, po ashtu edhe në intervista kanë thënë se ne nuk besojmë se do të ndodhë diçka, por kanë ardhur unë besoj se ata njerëz plotësisht brenda tyre kanë besimin që diçka do të rregullohet nga kjo iniciativë. Po, Amra, cili është vlerësimi yt, çka do ju kishe thënë atyre që mendojnë se nuk ja vlen të protestohet, se ky vend nuk bëhet, kushtimisht thënë? Unë mendoj se nuk duhet shumë me një të dëshpërohemi. Besoj si e cekje edhe Olti, ne duhet të vazhdojmë, të luftojmë, të mos heshtim, edhe të arrijmë zemrën në një ndryshim.
Ajo që përmendi edhe Amra pak më herët, Olti, në lidhje me atë se sa ne si qytetarë jemi përgjegjës karshi tragjedive që po ndodhin. Mendoni që kemi një kujtesë të shkurtër kolektive dhe shumë shpejt i harrojmë ndoshta padrejtësitë që na bëhen? Unë do thoya ne nuk i harrojmë ato. Kemi fjalime të cilat i pamë nga njerëz të cilët vete kanë përjetuar atë lloj tragjedie. Janë fjalë të cilat burrojnë thellë nga zemra e tyre e thyer. Unë mendoj se nuk harrohen ato. Thjesht jemi një popull i cili friksohemi. Friksohemi derisa ta nis dikush apo diçka, të jetë piknisja e diçkaje. Mendoj se ne kemi bërë gjërat e jashtëzakonshme dhe nuk do të thotë se nuk mund ta bëjmë edhe këtë. Ne mundemi, thjesht na mungon guximi. Do thënë, mendoni që korrupsioni është problemi kryesor që vjen deri në paraqitjen e tragjedive të ndryshme në vendin tonë, ashtu siç e pam edhe në protestë? Sigurisht, mendoj se korrupsioni është një ndër themelet bazë që fillojnë në problemet kryesore të një strukture të shtetit apo strukture e cila mendon se do të arrijë diçka dhe fillon korrupsioni, aty kemi domethënë në rrënjë kur kalbet, pastaj edhe pema nuk mund të dalë mirë dhe sigurisht atëherë nisin problemet edhe tjera të cilat domethënë nuk do të hyjmë detajeve, për shkak nga ai korrupsion nisin edhe probleme tjera ku edhe krijojnë këtë lloj situate që jemi neve tash. Po. Ne tham pak më herët, Amra, që këto tragjedi nga shoqëria nuk do të harrohen, por nga ta dim që edhe iniciativa Zero nuk do të harrohet për, le të themi, për një kohë të shkurtër. Iniciativa Zero nuk është nisë vetëm thjesht për një protestë, edhe të lehet anash, ne patjetër që do vazhdojmë, ne përfaqësuesit jemi aty apo pjesëmarrësit, patjetër që do vazhdojmë me punën tonë, do mbajmë disa aksione të vogla, por edhe do presim edhe protesta tjera të organizohen. Po, do shtosh diçka në lidhje me këtë, nga ta dim, domethënë nga të sigurohemi që iniciativa nuk do të harrohet për disa ditë. Unë do të mbyllja vetëm një fjali, mbetet për tu parë që ne nuk do t'ju dëshpërojmë. Po, sigurisht me veprimet të cilat ju do t'i merrni në të ardhmen. Por megjithatë, pikërisht edhe një pyetje tjetër e kisha me këtë pjesë që e ndërlidhem më herët, pra na ka rrezik ndoshta nga faktorë të ndryshëm, nga rrethana të ndryshme që kjo iniciativë të shuhet. Atëherë sigurisht gjithmonë ekzistojnë faktorë të ndryshëm të cilët do mundohen të ndalojnë. Por qëllimi i kësaj është të jemi sa më të bindur për bindjen apo për kauzën të cilën e mbrojmë. Dhe kështu që asnjë lloj faktori pastaj nuk mund të ndikojë nëse jemi të bashkuar dhe punojmë si një trup. Atëherë, po ashtu faktorët e jashtëm të cilët do duan ta ndalojnë këtë lloj iniciative, unë nuk mendoj se mund të kenë sukses, derisa ne do veprojmë si një fuqi e vetme. A keni bashkëpunim me organizata të tjera, me shoqata të tjera në këto iniciativa të cilat ju i keni nisur apo që mendoni të ndërmerrni në të ardhmen, sa ju përkrahin? Momentalisht nuk kemi asnjë lloj përkrahje nga organizatat e ndryshme. Njëherë jemi si një iniciative të rinjve, t'i themi më drejt. Mendoj se do të ketë përkraje nga njerëzit, nuk po flas përkraje të ndryshme të jashtme, as fakt nuk e kam fjalën aty. Mendoj se në këtë lloj mënyrë është duke shkuar mirë, përderisa të rinjt apo njerëzit apo qytetarët, pavarë parasysh shtetasit e këtij vendi, bashkojnë fuqit, kjo është ndihma më e madhe që mund të ketë iniciativa në të gjithë Maqedoninë apo edhe iniciativa jonë. A mendoni që ka shpresë në vendin tonë për një të ardhme më të mirë për brezat e ri? Sigurisht që ka shpresë. Shpresat tona nuk duhet të shuhen asnjëherë. Duhet gjithmonë faktikisht një gabim themelor të cilin ne zakonisht e bëjmë, ankohemi, por asnjëherë nuk ndërmarrim veprime të cilat mund ta rregullojnë atë lloj problemi. Prandaj le të ndalemi, le të ndalojmë ankesat dhe të fillojmë të veprojmë. Amra, cili është vlerësimi yt në lidhje me atë se sa mendon që ka shpresë në vendin tonë për një të ardhme më të mirë për brezat e ardhshëm? Unë edhe vazhdimisht edhe herën e fundit të intervistat që isha po të njëjtin vend, e ceka se ne nuk duhet të dëshpërohemi nga këto padrejtësi dhe nga korrupsioni, nga gjithë këto tragjedi të mëdha që ndodhin. Mendoj se zjarri i shpresës është gjëja e fundit që ne duhet ta fikim.
por si që theki edhe Olti, ne nuk duhet të ankohemi fillimisht, duhet të fillojmë të marrim kështu iniciativa, të krijojmë evente, protesta të ndryshme, me qëllim që ato të ndikojnë në mënyrë pozitive për brezat të rinj. Dhe për fund, Olti, cilat ishte porosia juaj, cilat janë ndoshta ato aktivitete që do t'i ndërmerrni në të ardhmen, apo do t'ja leni kohës që bashkë me iniciativën t'i shpalosni? Sigurisht, me iniciativën patjetër që ne do i shpalosim këto. Unë mendoj se secili qytetari i cili mendon se drejtësia duhet të vijë në vend, duhet na bashkangjitet neve si një iniciativë. Kemi raste të shumta, kërkesat tona kanë qenë mjaft të qarta për spitalin modular, për rastin e Koçanit, për rastin e Laskarcës, për rastin e Besa Transit. Besoj se kanë qenë mjaft të qarta dhe të sakta për derisa ne duam drejtësinë në vend. Diçka tjetër Amra për në fund nëse mbetëm? Unë të kisha thënë kur atë fjalën të mos heshtim, kur ka raste padrejtësie, korruptuese ose të tjera me radhë, do kisha dashur që të gjithë të reagojnë ndaj tyre, pra të mos heshtim. Atëherë, unë ju falenderoj shumë që sot ishi pjesë e emisionit tonë, si përfaqësues të iniciativës Zero, për të folur për aktivitetet e realizuara e konkretisht për protestën e ditës së djeshme. Uroj që në të ardhmen të jeni sërish pjesë të emisioneve tona me sukseset apo të arriturat e radhës. Faleminderit shumë. Faleminderit dhe juve. Të nderuar shikues, ishte kjo pjesa me të ftuarit e ditës së sotme. Do të bëjmë vetëm një shkëputje të shkurtër dhe rikthehemi në përmbylljen e emisionit.